Të rinjtë të grupit Gjallnohu të organizatës Aktivizëm Roots gjatë muajit prill kanë mbledhur materiale të ndryshme plastike për t'i ricikluar dhe shndruar në vepër arti. Ida Zhaveli, drejtori ekzekutiv i organizatës, tha se përmes aktiviteteve të kësaj natyre synojnë të rrisin bashkëpunimin me komunitetin. Sot është dita tokës, aty ku promovohet që sa më shumë mirojt ambientin ton ku jetojmë dhe mos me përdor plastika. Trit e grupit Gjallnohu bashkërisht janë mbledhur dhe kanë disa prej plastikave ose materialeve plastike që nuk përdoren. I kanë marrë dhe kanë kriju një farë arti bashkarisht, ku në mënyrë simbolike po dojnë me promovua dhe me po thirrje sa më shumë që mos me i përdor plastikat për keq, që mujmë i shfrytëzu me bo dhe gjana të bukura, gjana të mira, që në disa hapësira për shembull shkollore ose çfarëdo hapësira publike, na mujmë me bo artet e tilla, ku mujnë me shënu këtë pjesën e ditës tokës dhe në njëjtën kohë nuk i gjujmë plastikat edhe nuk i përdorim shumë plastikat edhe po dojmë bo thirrje që sa më pak më përdor materialet e tilla, të cilat po i bojnë dëm tokës edhe ambientit ku jetojmë bashkë. Zhaveli tregoi edhe se pse të rinjt kanë mbledhur kapak të shisheve e produkteve tjera të plastikës. Ka qenë iniciativë të rinjve për shkak se kanë pa që zakonisht vetëm mujnë mu gjujt këto edhe mos mu përdor ose ripërdor masaktësisht, kështu që i kanë mbledh bashkarisht me një iniciativë të pjesës së Gjallnohu edhe e kanë bën këtë formë. Dita ndërkombëtare e tokës, e cila festohet çdo vit me 22 prill, ka për qëllim ruajtjen e mjedisit dhe kujdesin ndaj ekosistemit.